Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pra, najna të folë për kushtet e namazit. Edhe thamë se namazi i ka 6 kushte, hala para se më hinë namaz, edhe 6 kushte mas e të hesh namaz. Ato 6 kushtet para se më hinë namaz, shkurtimisht, thamë dush më koni pastët, me pas abdestin, mbulimi i së aura, koha e namazit, drejtimi ka kebla edhe nijeti. Edhe këto të gjitha do thot i shpjegu, do thot për se cilën veç e veç. Sot kena me fol për farzet, apo i thojnë erkanus salat, do thot ruknet e namazit, apo shtyllat e namazit, nëse mujna me spjegu. Edhe këto janë 6. Do thot 6 janë para se me hi, 6 masit heshtë. E para shka është tekbiri fillestar. Kur dojna me hi, do thot pa e thonë tekbirin fillestar, nuk ka namaz. E dyta shka qëndrimi në kam, anena në kam. E treta shka do të me lexu Kur'an. E katërta shka rukuja, do thot kur shkojna në ruku. Masane e pesta shka është sejdja, shkojna sejdje, edhe e 6-ta ulja e fundit, do thot ulja e fundit kur dena, do thot tehjati i fundit është farz. Qëtaj këto janë 6 ruknet e namazit. Qëtaj spjegojnë e kada. Rukni është pjesë përbërëse e namazit. Do thot pata s'ki namaz. Dhe se e leni rukën, do thot namaz nuk i. Andaj edhe fukahat shprehen në vend të shprehjes së rukën përdorin edhe shprehjen farz. Farzet e namazit janë këto 6. Mas pari, shka tekbiri fillestar. Kur thojna tekbiri fillestar, shka thojna? Me shprehjen tekbiru tahrime, nënkuptojmë ngritjen e duarve deri te deri te lapat e veshit qëto, edhe me thonën Allahu Ekber. Me thonë fjallën Allahu Ekber, ke hi namaz. Po mi ngrit dur deri te vesht, e ke praktiku një sunet. Që ti mund shme thonë për shumë Allahu Ekber, hi në namaz. Ama mi ngrit dur, ko ka sunet. Me thonë Allahu Ekber, ko ka farz. A u dalu? Dhe thot, me thonë Allahu Ekber, është farz, mi ngrit dur të të vesht, si pas me zhebit Hanefi, është dhe thot sunet. Me shka e argumentojnë këto? E argumentojnë me fjallën Allahu Dhul Gjelal, ku thot, wa rabbeke fekebbir, dhe madhëroje Zotin tanë. Muhammed a.s. në një hadith ka thonë, miftahu salat tahur. Qelsi i namazit është pastërtia, më konë pasht. Wa tahrimuha tekbir. Ndërsa për me hi mrena namaz, dush me thonë Allahu Akbar. Wa tahliluha teslim. Po për më dalë për namazit, qysh del? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jep selam. Pa dhanë selam, së mund është me dalë për namazit. Qelsi i namazit është pastërtia, kurse ndalesa që i ndalon gjërat e lejuara është tekbiri fillestar, kurse lejimi që lejon gjërat e ndaluara në namaz është selami. Tekbiri fillestar nuk është kusht të thuhet vetëm fjala Allahu Ekber. Na këtë dina që kur t'isht namaz dush me thonë Allahu Ekber. Ama se si pas mezhebit Hanefi do thot mund është me hi namaz edhe me dali fjallë tjetër. Kryesorja është me përmen fjallën Allah edhe dani atribut tjetër të Allahu Dhul Gjelal. Sikur për shembull shka thu Subhanallah, ose Astaghfirullah, ose dani fjallë tjetër, ama kjo është veç nga për libra, ama në praktik të gjithë thojnë Allahu Ekber. Do thot veç nga për libra të Hanefit, nëse e përdor do thot edhe Subhanallah, ose Allahu Ekber, ose Astaghfirullah, ose do thot e ke përdor emrin Allah, ti ke hi namaz. Ama si pas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është me thonë Allahu Ekber.
falësin në momentin e marrjes të tekbirit të jetë në këmbë. Dhe thot, kur dush më falë, dush më qunë këmbë. Edhe pinë këmbë me thonë Allahu Akbar. Jo pishtrim me thonë Allahu Akbar, se si i smut. Ama nëse i smut, mund është edhe pishtrim, edhe pinë karrike, që është kishë. Ama i shnohë shkutie, dush me netë në këmbë, që për me thonë Allahu Akbar. Nëse njeri ju e thot veç fjallën Allah, pa Akbar, atëherë tekbiri nuk është i vlefshëm. Dhe thot nuk, ti ka thonë veç Allah, s'ka thonë kërgjohë, qetëra me thonë. Dhe thot tekbiri nuk kanë të manë, pa du të me thonë Allahu Akbar, ose Subhanallah, ose Astaghfirullah, ose të një fjallë qetëra. Kryesorja dhe thot, më përmen emni Allah edhe dhe një cilësi e Allahu Dhul Gjilal. Ngritja e durve si pas fukahave të mëdhebit Hanefi bëhet deri te lobi i veshit, si në fillim të namazit ashtu edhe në tekbirin e kunutit. Kunut, në recatën e tretë, të vitrit. Çka bojna? E knojna dhe thot Elhamin edhe një sure, mëse shka thojna? Allahu Ekber. Edhe që i tekbir të kunuti, ko ka të thot, shka farz. Qetër tekbir shka është? Tekbiret e bajrameve. Kër e falna bajrame. A thojna Allahu Ekber. E knojna Subhaneke, masane, thojna trehem Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Edhe masane janë isme ledzu. E qëto tekbiret e bajramit, ko kanë të thot farz. Dhe tekbiret e namazit të gjenazës. Kër falna gjenazë, a bëjna 4 tekbire? A thënë Allahu Akbar, e kënojna Subhanek, masane Allahu Akbar, i kënojna salavatet, masane Allahu Akbar, bëjna doa për dekmin, masane Allahu Akbar, edhe japin selam gjatë dhe shmajnë. Sa tekbire o banën? Tekbiri namazit, tekbiri kunutit, tekbiri bajrameve, tekbiri i shkaj, i gjenazës. Argumenti ku mbështetet ky mendim është hadithi transmetuar nga Walid ibn Hijri, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur merrte tekbir i ngritte duart deri te lobi i veshit. Nga kjo rregull bëjnë përjashtim gjënia femrore që duart i ngritin deri te krahrori për shkak të avretit. Gra, çish morën tekbir? Çështë? Apëta, dhe thot i ngritin dur të këtërte të supet. Apëta, Allahu Ekber. Për shka avreti i tënë dhe me kemi konë pak ma im shefë. Se kur tush Allahu Ekber, shifën ti edhe këto nërsjetlat, apëta me kemë. Edhe pse dhe thot i mlumë, dhe thot gruja është e mlumë, po e kanë po dhe me kemë ata arsyshme që mës me po shumë lëvizje gruja, apëta. Po edhe kur him namaz, pak mi lëviz dur që. Dhe thot, nuk ka shkur kjo lëvizje, edhe shkur kjo lëvizje. E kanë patë me zhebi Hanefi, që gratë ashtë me e pëlqyshme me ngri dur të të supet, ndësa burat të të vesht. Pastaj, si pas djetarëve të mëdhebit Hanefi, ngritja e durve për tekbirin është sunnet, vetëm në tekbirin fillestar. Çka do të thonë kjo? Veç kur të hina namaz i ngrita durët. Ama kur të kryet për shembull rukuja, a thojna Allahu Akbar. A thojna masane Semi Allahu limen hamida. Masane Allahu Akbar. Në këtë këto lëvizje, do thotë sipas mëzhebit Hanefi, nuk ka ngritje durëve. Veç i thu lafet, ama për me ngrit durët nuk ka. Po ngritja e durëve është veç në fillim namazit. Veç në fillim namazit me tekbirin fillestar. Pra, në fillim të namazit e nuk është sunet ngritja e durve edhe gjatë tekbireve tjera brenda namazit. Dhe thot se cili tekbir tjetër çka është brenda namazit, nuk ka dhe thot me ngrit durët e mëdhhebi Hanefi. Ky mendim mbështetet në hadithin e transmetuar nga Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, i cili ka thënë: a nuk dëshironi t'ju fali juve namazin ashtu si namazi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse ai nuk i ngritte duart vetëm se një herë në tekbirin fillestar.
Kjo është hadithi i kujna i Ibn Mesudit me të cilin argumentohet dietarët e mëdhëbit Hanefi. Se na për mendime të tjera apo mëdhëbe të tjera, do thotë të secili tekbir ka ngritje durve. Do thotë kur thush Allahu Akbar, i ngrit durët. Kur çosh për rukujs, semi Allahu limen hamid, apet i ngrit durët. Kur thush Allahu Akbar me shkuën sejdë, i ngrit durët. Po kur ngritesh për sejdës, apet i ngrit durët. Do thotë te mëdhëbe tjera, koka do thotë me ngrit durët te këtë tekbiret. Atë mëdhëbi Hanefi është me ngrit durët veç te tekbiri fillestar. Gjithashtu Ibn Mesudi radhiyallahu anhu thot janë falur pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekrit dhe Omerit, ata nuk i ngritin durët e tyre në tekbirin vetëm se në tekbirin fillestar. Do thot hadithin e transmeton kush? Ahmedi edhe Ebu Davudi. Farzi di çka koka? Me nejt në kam, qëndrimi në kam. Dhe thotave Allahu Akbar, që daj, ke me nejt në kam. Apo i thujnë kiamet. Qëndrimi në kam gjatë falis e namazit është farz. Në të gjitha reqatit të namazit farz dhe vajib, me preashtim nëse falesi nuk ka mundësi të qëndrojnë në kam. Për shembull, dikush po don më fal me bëro. Kush është me BMW? Po. Veç i smet dush më këthi apet, e he kërën edhe këthesh. Me përjashtim nëse falesi nuk mundet të qëndrojnë kam. Argumenti për obligueshmërinë e qëndrimit në kam është ajeti kuranor ku Allahu xhaleshanu thot wa qumu lillahi alqanitin. Dhe ndaj Allahut ngrihuni me respekt. Dhe thot me netin kam për hir të Allahut xhalal është respekt. Jeti bon të thot respekt Allahut xhalal. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë salli qaiman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala al-janb. Falo në kam, po nëse s'ki mundësi, ullë, po nëse s'ki mundësi, atër në shtronë në omës, në krah, thot më falë. Veç kryesorja, më falë, në ka dhe thot, mos më falë. Si pas me dhebit Hanefi, farzi i qëndrimit në këmbë, plotësohet nëse qëndrohet në këmbë, sa të lexohet një ajet kuranor. E ke pa disa për që më shka falen kam, e mori tekbirin fillestar, e mas e nejnë kam, mas e nejnë hungjën. Sa du të më nejtë në kam, du të më nejtë me interval kohor të me kësat kënohet një ajet. Mas një ajet i s'mun shmë nejtë kam hungjë. A i kitë qarë. I sëmuri nëse nuk ka mundësi të qëndrojnë në këmbë, po dikush për shembull është çaq shumë i smur, çka smur të më nejtë në kam qëlloj. A këtë do të paqara hungjë më kam. Gjatë namazit, atëherë a e falë namazin në atë mënyrë që i vjen më lehtë. Dhe thotë qysh vjen më lehtë, ose hungjë, ose shtërim, ose i e për shembull në krah. A pëtan, qashtu qysh vjen më lehtë, qashtu e falë namazin. Veç kryesorja me falë namazin. Nëse i shëndoshi një pjesë të namaz dhe falë në këmbë, e gjatë namazit smuret, vazhdon namazin ullur. Je i shëndosh, ama për një moment të anëqiti të një nerv, ose u ligja, e po si ti është ligë, hungjë, falësh hungjë, ose si të lem të një kun, hungjë. Kryesorja ti e nisë në kamë, mos mujtë me një në kamë, hungjë, edhe falësh është të përsonshti. Gjatë qëndrimit në këmbë është sunet që dorën e djathtë ta vendos mbi dorën e majtë, në mënyrë që me gishtin e madh dhe me të voglin të mbështjellin dorën e majtë, kurse gishtat tjerë të shtrin mbi dorën e majtë. Sipas dietarëve të mëdhëbit Hanefi, lidhja e durave për meshkujt në namaz është sunet që të bëhet nën kërthiz, kurse për femrat në gjoks, për shkak të avretit të saj. Të thotë çka janë gishti i madh, çka janë gishti tregues. Thotë gishtin e madh e vënon për një gishtin tregues. Ha? Edhe pasane çështën. Lidhesh do thotë në rkthiz. Ose disa thonë për shembull
qëtë gisht me qëta me I bon qështu bashk, edhe këto qirat me lanë qështu drejt. A I kemi qartë? Dhe thot gishtin e madh edhe gishtin e vogël me lidh, a këto qirat me lanë qështu. Dhe me ke në rëkthis të Hanefita është. Bërsa për gratë qysh të gjoksi. Se është ma e kompletume, dhe thot e mbrona vrejtin pak ma tepër, dhe thot qështu koka sunet të medhebi Hanefi. Edhe pse për shumë të nikun ka me shlu dur të poshtë, ose me lidh dur të midis, ose me lidh dur të gjyks, ose dikush I lidh të zemra. Ama si pas medhebit Hanefi, koka gishtin e madh, me qëtë gishtin qëtër me lidh qështu, edhe këto gishtat milan dhe thot në rëkthis. E treta shka ka leximi I Kuranit. Dhe thot të qëta I ke hin namaz dush me lexu. Leximi I Kuranit në namaz është farz. Është rukën vetëm në 2 reqatet e para, si për imamin ashtu edhe për atë që falen vetëm pa imam. Dhe thot reqatin e parë edhe reqatin e dytë me lexu e Kur'an koka farz, ndërsa në reqatin e tretë edhe reqatin e katër me lexu e në koka farz. E na në reqatin e parë dhe reqatin e dytë e lexojnë Elhamin e lexojnë një sure. Qështu? A në reqatin e tretë dhe të katërtit veç Elhamin. Dhe thot s'kina sure për mas. Dhe thot farz koka veç reqatin e parë edhe dytin, a tretin edhe katërtin nuk kanë shfarz. Për ka për imamin edhe për tyje nëse falesh vetë. Ma e me qëta. Dhe thot nëse falesh vetë. Kurse në namazin e vetrit edhe në të gjitha namazet sunet dhe nafile leximi I Kur'anit është rukën në krejt e reqatet. A e kemi qartë? Dhe thot nëse I fal namazet qera, dhe thot leximin e Kur'anit për dhe shka me lexu e kejt. Për shembull, jetë I falën sunet e ikindis, ose sunet e yatsis. Reqatet e tretë shka kënan e kënan Elhamin e një sure. Reqatet e katër Elhamin e një sure. Te sunet për shembull. Atë farzi veç Elhamin e lexon pa mos I lexue surën. Se këto Hanefit e shofin dhe thot se në reqatin e tretë dhe reqatin e katër ko ka farz me lexue dhe thot Kur'an spaku dhe thot një ajet me lexue. Spaku dhe thot një ajet ose 3 ajetet shkurta ose një ajet katë dhe thot do të me lexue Kur'an është namazi sunet ose Kur'an është namazi vajib. Vajib për shembull, në reqatin e tretë na shka kënojna, e kënojna Elhami, edhe një sure, masë e thojna Allahu Akbar. Pse është namazi vajib. Leximi farz I Kuranit plotësohet me leximin e një ajetit Kur'anor. E këtë e vërteton ajeti Kur'anor ku Allahu Gjeleshanu thot Fakra'u ma tayassara min al-Qur'an. Lexo çfarë sa ki mundsi me lexu pi Kur'anit. E po ka mundësi unë një ajet me lexu, një ajet. Kresoria ti e ke lexu. Lexoni çka që vjen më lehtë nga Kur'ani. Më e pakta që është farz sipas Ebu Hanifës është një ajet I cili përmban më shumë se 6 shkronja te Ebu Hanifja. Si për shembull lem yelid. Fjala për shembull lem yelid është ajeti dhe me kema I vogël I ka sa 6 shkronja I ka. Kurse sipas mendimit të Imam Ahmedit dhe Ebu Jusufit, zonësave të Ebu Hanifës, minimumi I leximit të Kur'an që plotëson farzin, pa tjetër duhet të jetë 3 ajetet shkurta. 3 ajetet shkurta, apo një ajet I gjatë. Nëse I lexon 3 ajetet shkurta, për shembull inna a'tayna kal kauthar fasalli li rabbika wanhar. Do thot janë 3 ajete. Këto do thot e ke bënë leximin e Kuranit tamam. Mirë po, më I preferueshëm është mendimi I dytë, sa I përket leximit të xhamatit pas imamit është mekruhi tahrime. Dhe me ke më I preferueshëm shka me krua një sure, shkurt ose një ajet të gatë.
Kjo koka mendimi I kujna e Ibu Muhamedit edhe Jusufit. Dhe thot e shohin te mezhebi Hanefi dhe me që më e mira është me lexue komplet një sure. A me lexu ti mas imamit koka me kruhi tahrime. Për shembull imami atë lexu Elhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim ti mas tina Elhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim ja span me lexu. Dhe thot imami atë lexu ti s'kish ka lexu. Dhe thot që pas mezhebit Hanefi me lexue mas imamit koka me kruhi tahrimen, me kruhi tahrimen. Sa I përket leximit të Kuranit fisnik në namaz në gjuhën jo arabe. Nëse dojna me knu dhe thot elhamin shqip. Falënderimi takon Allahu Dhul Xhelal, I cili është I mëshirshëm I gjithë mëshirshmi. Na kena me dalë përpara Allahu Dhul Xhelal, ti je sundimtari të gjykimit ku e diu në çka. A ban kështu për shembull me lexu, ja s'ban me lexu. Pa tjetër të potencoj se dietarët Islam janë të një mendimi se asnjëri përkthim I Kuranit në çfarë do gjuhë të jetë nuk mund të quhet Kur'an. A kemi qartë? Dhe thot Kurani është veç arabisht, çashtu siç ka zbrit Allahu Dhul Xhelal, ndërsa përkthimi është përkthimi I Kuranit, nuk ka Kur'an. Ashtu që duhesh me lexue qysh dhe thot arabisht. Po nëse për shembull je fillestar, nuk dit për shembull me lexu. Çka do të bëj? Po merre shkruaje me një fletë, edhe kur vjen për shembull me lexu elhamin, e këshirti, apo don edhe e lexon arabisht e lexon. Jo të thot në gjuhën tonë. Gjithashtu nga përkthimi I Kuranit nuk mund të nxjerrin disposita juridike islame. Për shembull ti e lexon Kuranin shqip, ja e lexon bashkëkisht dhe thua Allahu Dhul Xhelal ka thonë çështë. Ja s'mundesh të thot pi shqip ose pi në gjuhën tjetër me nxjerr dispozit. Po duhet ajeti më thon arabisht që për më shumë me nxjerr dispozitat apo hukmet e Kuranit. Për shkak se fjala Allahu Xheleshanu të jetë Kur'an është kusht që edhe shprehja edhe kuptimi të jenë prej Allahu Xheleshanu. E ajo është vetëm se në gjuhën arabe. Nisur nga kjo rregull, dietarët Islam ndalojnë leximin e Kuranit në gjuhën e tjera jashtë gjuhës arabe, sepse përkthimi nuk konsiderohet Kur'an dhe leximi I tij në gjuhën tjera nuk konsiderohet adhurim. Qëtaj. Me artë na për shembull këto, I na shqiptar, ha? Çish e falë në namazin? Arabisht e falë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Mirë, me shku në Turki. Çish e falë në namazin? Arabisht. Po mirë, në kanal be Ismet atje çish e falë? Arabisht. Në Kinë, a ka shku në Kinë tani është? Çish e falë? Dhe thot, kudo që të shkoj, desh në Amerikë, desh në Kanadë, desh në Gjermani, desh në Turki, desh në Kosovë, desh kudo në dunjë, namazi do të më falë arabisht. Pse? Se veç arabisht është adhurim. A I kemi qartë, është ibadet. Dhe thot, vetë leximi arabisht, dhe thot, është ibadet. Për ata arsye do thot duhet mu lexu arabisht. Edhe kjo rregull do thot është komplet. Nuk kena na për shembull sikur krishterët. Do thot me krstit guhën edhe masën e mu bën shenjtë. Do thot sina, çështë. Ato rustë kanë krstit edhe kanë bën rusisin çtaj shenjtë, ato në Itali që kanë krstit e kanë bën italisht shenjtë. Kështu me radhë, këto maqedon të halosën e kanë krstit edhe këto është problemi për shembull, mi thonë lutjet a rusisht, a italisht, se maqedonisht halo se kanë krstit edhe kanë problem me zveti. E të na musliman, elhamdulillah se kena këtë problem, e kena dhe thot, duhesh me thonë gjuhën arabe dhe që ka është ibadet tamam. Thot, çka lexohet pas tekbirit edhe pas surës El-Fatiha. Ha? Dhe thot, da, për me hin namaz, dhe thot, do të me lexue çka surën Fatiha. Ha? Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nuk ka namaz nëse nuk e ke lexue
surën Fatiha namazin tanë. Fukahat islam nga medhebi Hanefi janë të mendimit se pas tekbirit dhe para fillimit të leximit të surës El-Fatiha lexohet duaja e hapjes namazit. Dhe thotë ti thon Allahu Akbar, edhe masë do të lexoj Fatiha, ama midis Fatihës edhe Allahu Akbar ka diçka. E çka ka? Subhaneke, po. Thoj subhaneke Allahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. E masën e thua, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, masën e anis me lexue, do thot El-Fatiha. Kjo anë do thot të mëdhebi Hanefi. Edhe pse për shembull të mëdhebe tjera ka për shembull lutje tjera të cilat ka bënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, masën e ka lexue elham. Ama të mëdhebi Hanefi do të me kënua subhaneke. Subhaneke. Thot Allahu dhul jalal fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billah. Kur don me lexu Kur'an, thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Do thot edhe na, do thot e thojna a'udhu billahi minash shaitanir rajim, masën bismillahir rahmanir rahim, edhe e knojna, do thot Fatiha. Leximi i Fatihës pas imamit. Dietarët e shkollës juridike Hanefite janë të mendimit se kur namazi falet me xhamat, mjafton leximi i imamit të jetë edhe për xhamatin. Imami atë lexu, po. Leximi i imamit është edhe leximi i atyre shkallë mas imamit. Gjë e cila nënkupton se xhamati nuk lexon pas imamit, pavarësisht se bëhet fjalë për namaz të cilit lexim i Kuranit bëhet me zë, si namazi i sabahut, akshamit, yatsis, apo kur imami lexon pa zë. Do thotë te mezhebi Hanefi deshke imami me zë, deshke pa zë, ti s'ki drejt me lexue Fatiha. Në namazin e drekës dhe të ikindi, sipas këtij mendimi, xhamati vetëm dëgjon dhe hesht. Ky mendim mbështetet në ajetin kuranor ku Allahu xhaleshon thot: "Wa idha qara'ta al-Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kur lexohet do thot Kur'an, ngone që Allahu xhalal me mëshiriu juve. Çto është një problem apo mes dietarëve islam. Për shembull, te Malikit thonë kur lexon me zon, na i natëni, apo mas i natëni, leximi i tina është edhe leximi jon. Por kur nuk lexon me zon, lexim për shembull veç mi lëviz pusta, është lexim apo nuk ka lexim. Te mendimi Hanefi, te këtyre Malikive, llogaritet që nuk ka lexim. Atëre të lexojnë veti, apo këta. Atë mendimi i Hanbelive, ato shka thojnë që pejgamberi islam ka thonë, nëse nuk e lexon Fatihën, ti nuk ki namaz. Për me pas namaz, imami do të me lexu, edhe na do të me lexu. Ndoshta e keni po në satalit, në çaba, e që çaba? E keni vënu menën, nëse si ja keni vënu menën, vëna në menën. Imami e lexon elhamdulillahi rabbil alaminin, masën e hesht një minutë. Për shka hesht? Që mi dhonë arallëk gjematit me lexu ata në veti. Ama kjo është me mezhebin Hanbeli për shembull. Ata Hanefit, do thotë nëse e shlon totalit, do thojnë ka Turkia. Shka në Hanefi, ose të na, nëse vjen për shembull falesh, shka në Hanefi, elhamdulillahi rabbil alamin, waladhdallin, edhe min herë janë i surës, nuk lën më arallëk. Po veç lën arallëk për shka? Për me thonë amin. Mas aminit, min herë dhe thot janis me lexu. Si pas dietarëve të mëdhebit Hanefi, ki tekst është i prerë dhe i përfshin të gjitha ata që falen pas imamit. Thot të Hanefit edhe me zonë edhe pa zonë, do thot imami ato lexu, do thot do shpengu. Këtë e vërteton edhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot funksionimi i imamit është që të
pri për ata, andaj kur të marrë tekbir, edhe ju merrni tekbir. E kur të lexoj imami heshti. Dhe me ke imami a dalë për shka? Për me të udhëheqni, sikur ai komandanti për shembull. Kur i thot gaditu, gjatë, shmajt. Apo mëresh. E njëjta punë do thot imami është për xhamatin. Ashtu që imami kur të merr tekbir, edhe ti më njëherë merr tekbir. Jo, imami ka marrë tekbir ti sillës gjatë, shmajt, ban kruka këta. Po dush me shku me imamin. Ha? Edhe kur imami për shembull lexon, ti dush me ngue imamin. Në koleksionin e Imam Ahmetit dhe të tjerëve, gjejmë edhe hadithin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush para veti ka imam, leximi i imamit është edhe lexim për ta. Do thotë leximi i imamit ka lexim edhe për ta. Dietarët e mëdhëbit Hanefi mendimin e tyre e mbështesin edhe në një transmetim se 80 nga sahabët e mëdhenj ndaluan leximin e xhamatit pas imamit. Imam Shabiu ka thënë, i kam arritur 70 sahabe që kishin marrë pjesë në betejën e Bedrit, e të gjithë ata ndalonin leximin pas imamit. Çka po do me thonë me qëta? Me qëta po do me thonë se mos me lexue mas imamit është edhe ijma. Dhe thot na meselit kur dojna me argumentu, i argumentojna me ajet, me hadith, edhe tham me çka me ijma edhe me kijas. E kur janë do thot 70 sahabe, do thot është kjo punë e prejme, mëresh, dhe me që s'ka me lexue mas imamit, edhe pse ka sahabë tjerë të cilët nuk e pëlqin këtë mendim, ama sipas mezhebit Hanefi, do thot e llogaritë se ka ijma mos me lexue mas imamit. Imam Ebu Hanifja dhe Imam Ebu Jusufi janë të mendimit se leximi i xhamatit pas imamit është veprim i urryer me kroh, dhe me kësë përbaj ka me lexue Kur'an mas imamit. Për shkak se për këtë veprim ekzistojnë edhe kërcënim. Kjo vërtetohet nga transmetimi i Saad ibn Waqasit, i cili ka thënë, kisha dashur që ai që lexon pas imamit në gojën e tij të ketë zjarr. Dhe me ke Saad ibn Waqasi thot, me konë se lexon ti mas imamit, me konë të jashtin do zjarr në gojën e tij, që dhe me ke mos me lexue mas imamit. Sipas një transmetimi tjetër, të ketë gur, dhe me ke me jashtin një gur që mos me mujta e me lexue. Gjithashtu është transmetuar nga Omer radiallahu anhu, i cili ka thonë, sikur në gojën e atij që lexon pas imamit të ketë zjarr. Dhe me ke nuk dush me lexu mas imamit, po dush me ngue imamit. Dispozita e thënjes amin, a thojnë amin, masi ta sos në elhamin. Të gjithë dietarët islam janë unik në mendimin e tyre se thënja amin nuk është pjesë e Kuranit. Dhe thot amini është pjesë e elhamit? Jo, nuk është. Po fjala amin do me thonë Allahumma istagjib lana. Çka do thonë? Bojnë na dua dhe thojnë o Zot, pranoje prej neve këta. Do thot amini nuk është Kur'an, të minë me vesh. Po është lutje çka e bojnë do thot na mas elhamit. Andaj edhe nuk gjindet e shkruar në Kur'an. Nëse e merr për shembull në Kur'an edhe lexon elhamin, në fund aty s'ka amin. Pse se nuk është fjalë do thot e elhamit. Pa është do thot çka na e thojna si dua, çka e kena mësuar pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me thon mas Fatihas. Por është një shprehje që ka për qëllim lutjen edhe pranimin e saj. Prandaj dispozita e leximit respektivisht e thënjes së fjalës amin pas përfundimit të surës Fatiha në namaz është çka sunet. Do thot sunet është me thon amin masi ta knojna elhamin. Si për imamin, njashtu edhe për xhamatin. Dhe me ke edhe imamit do të me thon amin, po edhe xhamatit do të me thon amin. E kjo vërtetohet me hadithin transmetuar nga Ebu Hurajra se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë,
kur imami të thot amin, edhe ju thoni amin. Sepse edhe me lajket thojnë amin kur të thot imami. Dhe thot, kur thot imami amin, edhe na kur thojnë amin, edhe me laqet që ka janë të falë me neve, edhe ata thojnë amin. Andaj kush e haron aminin e ti, me aminin e me lakeve, ati i falen mëkatet që i ka bërë. Kush e hormanizon dhe me shku ketë bashkë. Më konë, dhe thot, të regullu amin, së bashku, dhe thot, ashtë një pjesë që ka i falen gjënohet atë. Inshallah, Allahu të gjelal në i falë gjënohet. Djetarët islam fukaha janë unik në mendimin e tyre se thënja e fjallës amin bëhet pa zë në namazet që Kurani lexohet pa zë. Por këtë unitet nuk e kanë edhe në thënien e kësaj fjale pas leximit të Fatihës në namazet që lexohen me zë. Dhe me ke pa zon, po dhe që ka me thonë, kur është namazi pa zon. Po kur është namazi me zon, atëherë ka disa mendime. Disa thënë që du të me thonë shumë, amin. Disa thënë që du të me thonë në veti amin. Mës me ngritë zonë. Si pas mendimit të djetarëve të mëdhebit Hanefi, thënja e fjallës amin bëhet pa zë. Dhe thëtë aminin nuk du të me ngritë zonë shumë, po me thonë pa zonë. Djetarët në fjallë mendimi i tyre e mbështesin në hadithin e transmetuar nga Ibn Mesudi ku ka thënë 4 gjëra i fsheh imami që janë istiadhja, bismillahi, subhaneja dhe amini. Dhe thot subhaneja kanë që kënon ti? A me zonë pa zonë? E kënon pa zonë. Audhu billahi min shaitanir rajim pa zonë. Bismillahi pa zonë, po edhe aminin po dhe shka me bon pa zonë. Dhe thot 4 sene po dhe shka me mshef. Gjithashtu këto djetarët mendimin të tyre mbështesin në faktin se thënja amin nuk është pjesë e Kuranit, por është lutje, dua, e duaja më e preferuar është kur bëhet pa zonë. Ky mendim ka mbështetje ajetit kuranore ku thot wad'u rabbaka tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Çka thot? Lutën e Zotit tuaj të përulur e në heshtje se ai nuk i do ata që e teprojnë, dhe me këski nevojti me ngritë zonin shumë, se Allah dhul gjilale ato të nije, po bando heshti. Amin. Dhe thëtë kur qosët elhamin, dhe thëtë ban amin. Edhe pse, ka dhe thëtë djetarë tjetë, të cilët e thojnë që duhet më bo me zonë. E 4 të shkasht rukuja, dhe thëtë masit asos elhamin, edhe të asos da një sure, atër e shkan në ruku. Me shprehjen në ruku nënkuptoj veprimin e veçantë në namaz i cili kryhet me përkulljen e kokës dhe shpinës duke i kapur gjunjë me duar dhe duke rafshuar shpinën për gjinin mashkullore, kurse femrat duart i mbajnë pak mbi gjunjë me gishta të mbyllur. Argumenti se rukuja është farz është ajeti kuranor ku Allahu dhul xhelal thot ja ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu. Çka i vjen? O ju besimtar, falni namaz dhe ruku dhe sejdë. Falni namazin me ruku dhe sejdë. Pastaj thot gjatë rukujës është sunet të thuhet çka spaku 3 herë Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Do me ke në ruku me shku është farz, a me thonë subhana rabbiyal azim është sunet. Sepse Hudhejfja transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ishte në ruku thotë subhana rabbiyal azim. Do thotë ka hadith që ka ndëgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shku në ruku ka thonë subhana rabbiyal azim. Pasi të përfundoj rukun, ngritet në këmbë duke u drejtuar trupin të rësisht dhe thot çka semi Allahu limen hamiden. Është mustahab
që pasi të drejtohet të thot Rabbena lekel hamd. Rabbena wa lekel hamd. Masë ka hala do qera për të përveç Rabbena wa lekel hamd, po ki e ka përmenën shka është pa tjetër të thot me thonë. Masë në shkojna në sejdë. Të bërit e dy sejdëve është farz, kurse këtë e vërteton ajeti kuranor ku thot ja i halidin amin urkeu e zgjedu. Do thot du të me shkue një herë në sejdë, masën e apet një herë në sejdë, dy herë, o ka farz. Oje që besuat falë namazin me ruku dhe sejdë. Sejdë bëhet duke vënë në tokë dy duart, ballin, hundën dhe majt e gishtinjive të dy këmbëve. Dhe thot shka, do shmivnu dy shëplakat. Masën e ballin, hundën, gojnë edhe gishta. Jo mi pas gishta të hava kur falishti, shko disa shka i majnë të hava. Paldo për që më të thonë gjami, për mas edhe këshirë se dikush a i qënë kom të si qënë. E që a i shka i qënë kom të ka me të pa namaz. Po do të mi pas gishtat në tokë ati. Pse se sejdja bëhet me 7 pjesë. 2 durt, masënena balde dhe huna, e logaritin nja, masën e 2 gojnë, edhe 2 kom, sa bojnë? 7. Dhe thot, do të me këto 7 pjesë mi bon sejdja. Sejdja duhet pa tjetër të bëhet bi vendin e pastët, ku fortësia e saj duhet të ndihet. Vendi ku bëjmë sejdë mos të jetë i ngritur më shumë se 26 cm nga vendi i këmbëve. Duhet të vihet parasysh se sejdja nuk është e vlefshme nëse në tokë vihet vetëm hunda dhe përjashtim nëse ka pengesa në ballë. Sejdja është e vlefshme vetëm atëherë kur e bëjmë me njëherë pas rukus. Është sunet që sejdja fillimisht të lëshojmë gjymtyrët e trupit që janë më afër tokës e pastaj me radhë, që nënkupton se lëshojnë gjunjët e pastaj duart dhe më në fund ballin dhe hundën. A e morën vesh të qysh? Ta bëjmë praktisht, që për me morë vesh. Mas pari herë, këto shkanë mangat tokës. Mangat tokës në është gojnë. Masën e na durë, masën e ballin edhe hunën. A është të qartë. Edhe që. Ama disa që shëbojnë, ishlojnë durët, masën e konë, masën e na ballin edhe hunën. E të Hanefit ko ka mas pare në mishlu gujt, durët, masën e ballin, masën e hunën. Edhe e gjashta, çka është ulja e fundit të hijati. Të qëndruarit ullur pas përfundimit të sejdës dhe rekatin e fundit të namazit pavarësisht se bëhet fjala për namaz 4 rekate apo 2 e 3 rekate është farz. Dhe me ke ulja e fundit në sabah është farz. Ulja e fundit në drejt, që i ka 4 rekate, është farz. Ulja e fundit në aksham, që i ka 3 rekate, është farz. Ulja bijet në këtë formë, këmba e majt të shtrihet për toke dhe të ulet mbi të e këmba e tij e djathtë të ngel e drejtuar me shputën mbrapa, me gishtin drejt kiblës e duart e vendosur mbi gjunjë, me gishtin të ndarë njëri tjetrin në një mas mesatare. Çka do të thonë kjo? Që tash për shembull ja hunxhin të hjat që të kamën e shmajt e kishlua rafsh hunxhës mi ta a kamën e gjath dhe thot gishtat mi pas drejtun ka kiblja që taj
e që të kamen me pas qutë. Qështu do thot do të më konë të hjati. Edhe gishtat e dorës do thot më konë të gojtë këto. Jo më konë këto natë, ose më konë ma poshtë, po më konë qështu, do thot të gojtë. E që kjo është ulja të mezhebi Hanefi. Se në disa qërë, për shembull e kanë ulin qështu. Kështu do thot nuk e llogaritin si uljet e mezhebi Hanefi, po të mezhebi Hanefi e llogaritin që ta ulje, që me pas gishtat ka kibja edhe më hungjën të kama e shmajt. A u kuptu? A e pa të ketas, dështë të sëne demonstrova bashmirë. Edhe hungjja e fundit të thot koka qështu qështu e përmena, ndërsa të gratë është mishlu të dijat rafsh. Të gratë mishlu të dijat rafsh. Inshallah, Allahu Gjilar është razi me këto shka i thamë, me këto 6 sene, dhe thot janë farzet e namazit. Inshallah, Allahu Gjilar në i ban namazin kabul, edhe në i mëson me falë qështu qështu ka ardhën e transmitu me pepe Amerit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.